Qufo, kur ti e thu, gjithë e kuptojnë. Nuk ka nevojë fare për asnjë që të na pyet, për këtë qufo e keni ju. Nuk të pyet njerin në Shqipëri, e din gjithë për herë. Problemi është që koincidencat e këtij misteri, kësaj magji që ka gjuar Shqipëria të papame, se qufoja është një personazh i shpikur nga një shkrimtar. Po ndërkohë përfaqëson një dërkuc. Apo Që i dërkuci qa bon, rritë ditën balt. Prit. Ti e di kush është modeli i skulpturës antisemite në të gjithë që kanë kur kanë bombarduar kishat ata në vitin 1942 deri në vitin 45 në Europë. Në emër të luftës dytë botërore, ka pas dhe një motiv për të bombarduar kishat. Ti di çka kishin kishat në skulpturat e tyre, kishin të dërkuca. Dhe dos të madhe që u shqente. Kjo është bërë në përkisha kundër qufon. Dhe fakti që ka qenë dërkuci si mesazh, dhe shqiptarët kanë qufon si mesazh, kjo është magji më, kjo nuk është racionale, kjo është irracionale. Pra i është vënë emri në një perfekte, se nuk i thot njëri dërkuc, më kupton Shqipëri, i thot qufon, se kanë këtë dërkuc si fare. E kanë këtë qufon se shkon me fjalën qifut, më kupton logjikën. Problemi është që qufoja është dërkuc. Shka ata të mëdhejtë, jo ka këto gicët e vegjel, mos gadaroni me gicin, se gici është i vogël. E madhe. O i madhe, shikoherin, do kemi 2 gjona, po do t'i kemi raket. O Leo, kalum 3 orë, shina? Sa jemi? 2:20. Okej. Mund t'jemi në kohë. Një gjotë shpeti u arrugë antivirusi e morën vesh si sa than për antivirus. I dhani shkel. Ne po merremi shumë